إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله falënderimet dhe lavdërimet I përkasin vetëm Allahut të madhëruar atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë mbrojtje për Allahut që të na ruaj nga të këqijat e vetvetes tonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kërëllëzon Allahu në rrugën e drejtë, nuk ka kush që ta humb, dhe kë e humb Allahu I madhëruar, nuk ka kush që ta udhëzoj dhe drejtoj përpose me lejen e Tij. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, as teqe, as tyrbe, as varr, as pejgamber, as melek, as dietar, as evlia, as kish, e as xhami, as gjë tjetër përveç Allahut nuk e meriton adhurimin dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij sallallahu alaihi wasallam. O ju musliman, kijani frikën Allahut të madhruar me një frikë të denjë dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë musliman. O ju njerëz, kijani frikën Allahut I cili ju krijoi juve nga një njeri vetëm Ademi dhe prej Ademit alayhis salam krijoi bashkëshorten e vet Hawan dhe prej këtyre dyve krijoi shumë meshkuj dhe femra të tjerë. Kijani frikën Allahut me emrin e të cilit ju përbetoheni dhe dijeni mirë se Allahu është mbikëqyrës mbi ju. Dijeni mirë se Allahu ju sheh ju. O ju musliman, kijani frikën Allahut dhe mos flisni vetëm se fjalë të drejta, fjalë të vërteta dhe mos flisni gojeshtra. Në mënyrë që Allahu t'ju rregulloj punët tuaj dhe t'ju fal gjunahet tuaja dhe padyshim se ai I cili është bind Allahut dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka korrur një sukses të madh dhe ka fituar me një fitore madhështore. O ju musliman, o ju muslimane, kijani frikën Allahut me një frikë të denjë dhe dijeni mirë se nëse ne e meditojmë këtë Kur'an famëlar që na zbriti Allahu, fjalën e Tij, fjalën e të madhërishmit, nëse meditojmë mirë, kemi për të arritur mirësitë e kësaj bote dhe mirësitë e botës tjetër. Allah I madhëruar thot: "Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Thot Allah I madhëruar, I cili është më I miri I thënësve, më I madhërishmi I cili është krijuesi jon. Thot Allah I madhëruar, me të vërtetë që ky Kur'an udhëzon tek ajo e cila është më e mirë. Kur'ani o vëllezër udhëzon tek ajo e cila është më e mirë. Prandaj ta meditojmë këtë Kur'an. Ta madhrojmë këtë Kur'an, që është fjala e Allahut. Autori I këtij Kur'ani është Allahu. Folësi në këtë Kur'an është Allahu. Prandaj ta madhrojmë dhe ta meditojmë. E në të kundërt, thot Allah I madhruar: "Wa man ya'shu an dhikri rahman nuqayyid lahu shaytanan
fa huwa lahu qarin. Subhanallahu, çfarë thot Allahu i madhëruar, kushdo që ja kthen shpinën këshillas Allahut, Kur'anit famëlart. Ai pari i cili ecën sipas Kur'anit do ketë një jetë të mirë si në këtë botë dhe në botën tjetër. Po ai i cili nuk ecën sipas Kur'anit do ketë një jetë të vështirë si në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe Allahu thot do t'i caktojmë atij një shejtan, një djallë që do ta ndjek këtë person dhe do të jetë shok i pandashëm i tij. Dhe ky shejtan që është me këtë njeri do ta devijojë nga rruga e drejtë, mi po njeriu do të mendojë se është në rrugë të drejtë, edhe pse është i devijuar. Prandaj kap uniformë pas Kur'anit o vëllezër, kap uniformë dhe mos e lini atë. Dhe ky Kur'an ka sure madhështore, mi po unë do të ndalem sot ke një sure shumë madhështore e të cilën e neglizhojmë shumë. Wallahi, nëse meditojmë këtë sure madhështore, Allahu ka për ta dhënë bereqet në këtë botë dhe në botën tjetër. Nëse kuptojmë këtë sure, Allahu ka për ta përmirësuar si në këtë botë dhe në botën tjetër. Thot Allahu i madhëruar, wailul likulli humazatil lumazah. Thot mirë, Gjehennemi e pret, zjarri të mërshëm e pret, atë njëri i cili përqesh të tjerët, talët me të tjerët dhe shpiv nga të tjerëve, dhe i shan të tjerët u angacmon nderin të tjerëve. Subhanallah. Mirë, kush është ky përqeshës? Kush është ky shpifës ndaj njerëzve? Thot Allah i madhëruar, këtë cilësi ka ky person. Alladhi jama'a mala wa addada. Thot i cili mbledh shumë pasuri dhe ruan këtë pasuri. Subhanallah. Pra njeriu i cili mbledh shumë pasuri dhe ruan atë se mos iki. Dhe thot çfarë thot Allah i madhëruar? Yahsabu anna malahu akhlada. Dhe ky njeri duke mbledh kaq shumë pasuri, mendon se me këtë pasuri ai do të jetë i përjetshëm. Mendon se me këtë pasuri që do grumbulloj, nuk do të vdes asnjëherë. Subhanallah. Kalla la yunbadhanna fil hutama. Thot Allah i madhëruar, jo, nuk është ashtu siç mendon ky person. Ky mund të mendoj se me këtë pasuri që do mbledh, do të jetoj gjithmonë, nuk ka për të vdekur kur. Jo. Thot Allah i madhëruar, s'është kështu. La yunbadhanna fil hutama. Ky do të futet, do të hidhet në hutama. I thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma adraka ma al-hutama?" O Muhammed, ç'të mësoi ty se çfarë është hutama? Tha, "Narullahi al-muqada." Është zjarri i ndezur i fortë i Allahut. Po pasha Allahun. Për këtë njeri i cili është përqeshës dhe shpifës dhe mbledhës i pasurisë duke ruajt atë dhe duke mos dhënë sadaka nga ajo pasuri dhe duke mbashtuar këtë pasuri. Çfarë është përblimi i këtij? Çfarë dënimi ka ky? Narullahi al-muqada. Për këtë njeri është si shpërblim për veprat e këqija që bën. Zjarri i ndezur i fortë i Allahut. Allahu e ka quajtur zjarri i Allahut. Pse? Duke treguar se ky zjarr nuk është i lehtë. I është atribu Allahut. Allah është madhështori. Edhe ky zjarr që ka kriju Allah është madhështor, i madh, degës për vlos. Çfarë thot? Narullahi al-muqada allati tattali'u 'ala al-afida. Shiko për shkrimin tash të këtij zjarri të Allahut ndezur fort. Allati tattali'u 'ala al-afida. Ky zjarr i cili depërton thellë në zemra. La ilaha illallah. Pra ky zjarr nuk përvlon vetëm trupin e njeriu nga jashtë, lëkurën e tij, por depërton edhe në fshehtësinë e tij, në thellësinë e tij, aq sa depërton edhe në zemrën e tij. Innaha alayhim muqsada. Thot Allahu i madhëruar, ky zjarr do t'i rrethoj ata nga gjitha anët dhe ata s'do të ketë më ku dalin, s'do ketë dritare, s'do të ketë dyer, do të jetë mbyll komplet. Innaha alayhim muqsada fi 'amadin mumaddada. Thot Allah i madhëruar, do të ketë kolona dhe shtyrat mëdha prej zjarri që ata nuk mund të dalin për këtij zjarri. Subhanallah. O vëllezër, kjo sure ka që shkurtër. Wallahi po ta meditojmë, nuk do jemi kaq të shkujtesur nga bota tjetër. Na ka marrë dynjaja a thu se betojmë gjithmonë këtë botë. Wallahi, billahi tallahi, e kam cekur dhe do ta cek që dikush mos më keq kuptoj mua. E kam cek dhe do ta cek. Nuk të ndalon askush me punu, edhe nuk të ndalon askush me grumbullu pasuri. Por kush është pasuria e qërtuar? Pasuria e qërtuar është ajo pasuri që ti e ruan thellë, fort dhe nuk jep sadaka nga ajo. Ajo pasuri e cila të shkatron dhe të largon nga Allahu. Ajo pasuri e cila të bën ty të ndjesh mendjemadh, kryenec,
më i lartë se të tjerët, unë kam pasuri, unë kam makinat mira, unë kam shtëpi mirë, të tjerët janë varfanjak. Kjo lloj pasurie është e qortuar, nëse pasuria e cila mblidhet për ta kënaqur veten tënde në halal, jo në haram. Në halal me dal me shiju bukuritë e Allahut. Kjo lejohet. Ajo pasuri e cila të ndihmon ty, të marrësh familjen tënde, të kënaqesh, të gëzohesh, dhe e cila të ndihmon me ndihmu të tjerët. Jo vetëm ke 1 milion, 2 milion, 10 milion, 100 milion, dhe nuk jep qoftë edhe me 10.000 lekë. Ti je i poshtër, ti je njëri që ka marrë dynjaja për para, ti je nga ata që thot Allahu, wailul likulli humazatil lumaza, mirë për atë që qesh dhe përqesh dhe shpif ndaj të tjerëve, i cili grumbullon pasuri dhe ruan atë që të mos i iki dhe mendon se me këtë pasuri që ka mbledh, çfarë? Se do të jetoj gjithmonë. Kjo lloj pasurie është e qortuar, ndërsa pasuria e mirë e cila fitohet në halal dhe shpenzohet në halal, kjo është e lavdruar. Që thot Allah i madhruar për t'i lavdru këto njerëzit që japin në rrugt të Allahut dhe këtë pasuri e shfrytëzojnë për mirë. Faman ata wattaqa wa saddaqa bil husna. Që thot Allah i madhruar, kushdo që jep sadaka, wattaqa dhe i friksohet Allahut, nuk e jep këtë sadaka, t'i jap këtij unë ta bëj për vete, të mos ta bëj lolo, ta bëj leck. Të dashun ti hajde tash më ndihmo. Jo, ta jap për hir të Allahut, ka frikë Allahun. Dhe thot wa saddaqa bil husna, dhe besoj botën tjetër, se edhe qafirat dhe jo besimtarët o vlezër japin vallahi, japin shumë, japin edhe jo besimtarët, ama ku është mangësia e tyre? Se besojnë Allahun, se besojnë botën tjetër, se besojnë xhenetin, se besojnë xhehenemin, si besojnë melajket, si besojnë xhindët. Por këto janë bazat fesë. Po besove këto, sa muslimani je ti. Kështu që ai cili thot Allah i madhruar dha për hir të Allahut, ju frikëso Allahut dhe pastaj çfarë? E besoj botën tjetër, këtij personi do t'ja lehtësojmë rrugën për xhenet, thot Allah i madhruar. Dhe dihet o vëllezër, ne nuk kemi nevojë të zgjatemi, por dihet domethënë xheneti ekziston e pik. Bota tjetër, xheneti, xhehenemi ekzistojnë dhe pik, s'ka dyshim vallahi. Subhanallahu alazim. A di çfarë do të thotë me mohu xhenetin? E di çfarë do të thotë me mohu botën tjetër? Do të thotë që ti me mohu se Allahu është i pafuqishëm. Po. Dhe kemi sqaruar do ta sqarojmë prapë. Kur një njeri i cili ndërton një telefon apo një makinë apo një ndërtesë dhe i thua atij, ti se ndërton një ndërtesë si kjo, prapë nuk e bën dot. Thotë ai ti je i çmendur o vëlla, se unë e bëra një herë, unë e di tash si bëhet. E kam më të lehtë. Po Allahu kur ti e pranon që Allahu ka kriju ty, si nuk e pranon që të ringjall prapë? Subhanallah. Allah më dhuar thotë rikrijimi është më i lehtë për ne. Pse? Se Allahu çoi nga hiçi, nga një pikë i fliqur dhe s'mundesh ka me të ringjallë në një herë Allahu, tut kesh. Tut kesh ti musliman që e mohon botën tjetër. Ka për të ringjallë Allahu dhe pik, dhe s'ka dyshim në këtë pjesë. Ti nuk je askush të shkush u kthy nga nej, sepse bebi apo fëmijë i vogël në barkun e nënës me logjikën e vet, ai thotë s'kam nevojë unë kam këtë botë këtu, këtë botë kaq të ngushtë, se s'ka as duar në fillim ai, as sy nuk ka, as fund, nuk ka asgjë, ushqet përmes kordonit, përmes domethënë kërthizës. Edhe ai me logjikën e vet thotë jo, ka unë këtu dori, se ushqet ai s'ka nevojë. Mi po Allah pastaj i jep duar, i krijon duart në barkun e nënës, pastaj i jep sy, pastaj i jep hundën, veshët, çdo gjë që i nevojitet. Dhe ky fëmijë po ti japim gojë për të folë, do thotë, "Shitu këto durën Allah, unë ushqem nga barku." Mi po Allahu ato e ka përgatitur për një botë tjetër, që është kjo botë që po jetojmë ne. Po ashtu edhe na vëllezër, këtë botë që kemi ardhur kot. Çfarë kuptimi do kishte kjo jetë pastaj? Kemi ardhur për të sprovuar dhe pastaj për ta dëshmuar pa Allahut se çfarë bëm këtë botë. Wallahi kjo është qëllimi dhe asgjë tjetër. Çfarë janë pasuritë që mbledhim këtë botë, ushqimi që martesa që bëjmë, fëmijët që bëjmë, janë pjesë e kësaj bote për ta shtyr jetën e kësaj bote. Po kryesorja kush është bota tjetër? Prandaj çfarë bën ai, domethënë mësuesi e përgatit nxënësin në nënvjeçare, shkollë mesme, shkollë lart, vjen një moment që edhe në nënvjeçare jep një provim lirimi, pastaj jep për shkollë mesme, pastaj jep për shkollë lart dhe kështu me radhë. Edhe ne në botën tjetër kemi për të dhënë provimin. Kush është Zoti yt? Ne si muslimanë e dim Allah. Kush është pejgamberi yt? Ne si muslimanë e dim. Pejgamberi im është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi alaihi salam. I madhi njerëzimit, paqja dhe bikim e Allahut qofshin mbi të.
Kush është feja jote? Feja ime është Islami, s'ka nevojë për fe të tjera, të cilat grumbullojnë lloj, domethënë idesh të njerëzve dhe pastaj krijojnë një fe prej shejtanit. Islami është fe e paqes, fe e nënshtrimin ndaj Allahut, fe e besimit në një Zot. Më thuaj një njeri, më thuaj një fe e cila beson në një Zot të vetëm, të pashoq, se e quajnë fenë krishtere dhe fenë çifute monoteiste, domethënë që besojnë një Zot. S'është e vërtet. Ata besojnë Isain alayhis salam që është njeri. Doli nga mitra e një nëne. Edhe kishte nevojë të ndroshte bebelin apo themin në kohën e sotme me tekstin ose me fjalët e sotme. Kishte nevojë të ushqeshte, i pafuqishëm Zot, i pafuqishëm që ka nevojë të ushqet. La ilaha illallah. Edhe thonë janë monoteist, adhurojnë një Zot vetëm ata. La ilaha illallah. Subhanallah, sa të met janë. Kurse ne elhamdulillah kemi fen më madhështore, fen islame. Islam në shtrim, paqe, çfarë do më shumë? Me i nështru një Zot i vetëm. Thotë Allah i madhëruar, është njësoj e cili i nështrohet një Zotriu të vetëm, e ka dhënë si shembull tek njerëzit, sesa atij që i nështrohet shumë njerëzve. Nuk është njësoj. Ai që nështrohet vetëm Allahut është i lartë. I lartë, prandaj o vëllezër, ne duhet të jemi të kujdesshëm, ta adhurojmë vetëm Allahun, ta madhrojmë vetëm Allahun, ta kemi frikën vetëm Allahut. E kështu do të fitojmë sikët botë dhe botën tjetër. Edhe së fundmi po e mbyll me këtë o vëllezër, që Allah i madhruar të regon për ata se sa pa drejt janë që i bën shok Allahut, që shkojnë në përteshje, në përtyrbe, në përvare, dhe duke kërku o filan ndimo, ndërkohë që Allahu është lartë në qiell dhe ne i pranon lutjet. Subhanallahu, thot Allah i madhruar. Ai cili, pra në një hadith që e sjell profeti sallallahu alaihi wasallam, ai cili adhuron dikën tjetër ndër të Allahut, është si ai një person i ka thënë robit vet. Ka pas klevër më parë, i ka thënë robit vet, apo punëtorit vet në këtë kohë. I thot Allah, na ku e ke shtëpin, na ku e ke pasurinë time, ama këto që po t'i jap, më falenderoj vetëm mua. Mos shoqë komshiut, i thosh komshiut, falenderoj komshisë, i dhash unë. Dhe kështu shembulli i robit thot në Allahun. Allahu jep gjithë mirat, i jep shëndetin, i jep familjen, i jep pasurinë, i jep çdo gjë që ka nevojë robi, dhe pastaj i thot teqes, më ndihmo, i thot vdekurit o evlia, o ti njeri mirë ndihmo. Pajtni të kishte mundësi me ndihmu, ai do të ndihmojnë dhe vetën e vet. Po atë po janë krimbat. Subhanallah. I madh është Allahu, i lartë është Allahu, subhanahu wa taala, i cili është i patmeta. Allahun e madhrojmë, atë e falenderojmë, vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë dhe lutim Allahun e madhruar që jeta e kësaj bote mos na mashtrojë as pak. Mirë po, jeta e kësaj bote të na shërbej si tok ku do mbjellin veprat e mira dhe do t'i korrim pastaj në botën tjetër inshallahu taala. Elusallahu më fal mua dhe juve, et na shpërblej gjithë me të mirat e tij. Walhamdulillahi rabbil alamin.